Mirdita. Një lajm I trisht vjen nga Prishtina. Një personalitet I shquar, një adhetar I flakt, një shtetar I formur, I përkushtuar, ish kryeministri I parë I Republikës Kosovës, kryeministri I qeverisë së parë në ekzil, I Kosovës, bashkëpunëtori më I afërt, më I ngushtë, I presidentit Rugova, Bujar Bukoshi, u nda sot nga jeta. Bujar Bukoshi dha një kontribut madhor në çështjen kombëtare, krahas presidentit Rugova, ai luajti një rol të madh së pari në organizimin e pushtetit paralel të shqiptarëve të shtypur në Kosovë, pushtet që I shkëputi ata përfundimisht nga shteti pushtuesve. Por Bujar Bukoshi, një intelektual, adhetar, diplomat, I aftë, e përfaqësoi Kosovën në të gjitha institucionet dhe kancelarit e vendeve të lira, paraqiti së bashku me president Rugova çështjen e saj dhe mbështeti fuqishëm në kohën e duhur krijimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ishte pikrisht në udhëheqjen e qeverisë së tij, të president Rugova dhe qeverisë së tij, koha në të cilën njësitë e para të saj ushtrie u stërvitën në qendra ushtarake të ndryshme të Shqipërisë. Ministria e Mbrojtjes kësaj qeverie organizoi gjatë luftës forcat armatosura të qeverisë Kosovës, të cilat luftuan bashkërisht në betejë të ndryshme me njësitë e UÇK-s. Bujar Bukoshi bëri gjithçka që gjatë luftës UÇK-ja dhe forcat e mbrojtjes qeverisë Kosovës të bashkëndojnë veprimet, luftimet. Pra, ai dha një kontribut të madh në çështjen e Kosovës dhe në çështjen shqiptare. Me këtë rast, unë I shpreh popullit të Kosovës, familjes Bukoshi, zonjës Bukoshi dhe fëmijëve të tyre, ngushëllimet më të ndjera të mijat të Partisë Demokratike dhe të opozitës. Ju ftoj të mbajmë 1 minutë heshtje në nderim të këtij statisti të shquar të kombit shqiptar.
i paharruar kujtimi i tij.